Estonia, nga kushurimi i varfër i vendeve balltike, Lituanisë dhe Letonisë, u kthye në vendin kryesor në Europë dhe ka bërë të mundit ka dalë Skype, Bolti, kompani të mëdha. Nisë startupe të zgjuara digitalizimin. Ata investojnë shumë në arsim, Tiger Leapin. Ke Taiwanin, Singaporin, ke shembull patjetër pra që fokusohen diku. Shumë mirë me që morët dhe vendet vogla. Pra pse domethënë në këto momente nëse ju dëshit konsulenti i qeverisë shqiptare, duke ditur që bota ka hyrë në një epokë krizash ndoshta ciklike. Çfarë do këshilloni? Kush do ishte strategjia e duhur për të diversifikuar riskun dhe për të... Atëherë, ashtu siç e tham, ne ndoshta jemi vend i vogël, nuk kemi kapitalet, jemi shumë vonë, kemi humbur trendin e industrive të mëdha, ndoshta do na mjaftonte industria e lehtë që t'i shërbente një sektori, se ka industri të lehtë, po industria e lehtë që t'i shërbente të paktën agroindustrisë, pra agrobiznesit dhe sektor bujqësor i cili ka një peshë specifike të mirë. Mund të fokusohemi tek shërbimet, por shërbimet me jo domosdoshmëri shërbimet e turizmit, por shërbimet e digitalizimit, e-commerce, pra tregtia online, shërbimet IT, programimi, që po shfrytëzohen, për të vërtetë ne kemi goxha eksportin këtë drejtim, pra njerëz që paguan nga kompanitë huaja shërben për to, sepse janë më të lirë se sa një programues në Amerikë apo në Gjermani. Dhe këtu mund të ekspozoheshim dhe të përpiqeshim të ishim të paktën atraktiv në këtë drejtim. Të japim prioritet digitalizimit. Unë vërej që biznesi shqiptar shumë vonë edhe në këtë drejtim, pra do të thoja e them me jo me mburrje që nganjëherë qeveria ndoshta ka qenë shumë më përpara digitalizimit të shërbimeve financiare, të shërbimeve publike krahasuar me biznesin që asnjë website të thjeshtë nuk ka investuar dhe kjo është për të keq. Pavarësisht pastaj se qeveria nuk u tregua kujdesshme me cyber security, pra që të mbronte, po ama tendenca dhe vullneti në drejtim të digitalizimit shërbimeve publike ishte për tu përqafuar. Ky është debati tjetër pastaj. Ky është abuzimi që bën qeveria, pushteti me patronazhistët apo me për efekt bote. Unë kam të digitalizim shërbime. Pra ndoshta duhet ishte treguar shumë më kujdesshëm me cyber security, me sigurinë kibernetike që është një problem jo në Shqipëri, por që botën. Por ama kanë bërë hapa përpara për të digitalizuar shërbimin. Ndërkohë që biznesi privat në Shqipëri është lë për dëshiruar, përveç korporata ndaja deri ku dhe bankat. Pjesa tjetër e digitalizimit të shërbimeve është për të lënë për të venduar në kokë. Për shembull, të tregoj një të fundit, Pakistani, që na duket një vend totalisht i marginalizuar me probleme luftrash, me probleme etnike për vitesh, edhe pse është i fuqishëm si shtet, është në shtetet me fuqi bërthamore, mos jam gabim, është brillant në ofrimin e shërbimeve e-commerce. Pra janë broker, janë ndërmjetës, pra i përdorin telefonat, i përdorin ato pak asete mundësi financiare që kanë, dhe çfarë bëjnë shërbejnë për të përputhur kërkesë oferte me dy vende ndryshme. Për shembull, fjala bie, ti blen diçka blen një kabull celulari ose iPhone-i ose ku diun një laptopi online, ti mendon se e ke ble seller shitsi është në Gjermani, ndërkohë që kur shef pagesën, pra nëse ti ndjek pagesën se ku shkojnë parat shkojnë në një kompani që është në Pakistan, sepse Pakistani ka gjetë, ka mbledhur në një platformë dhe i ka bërë gjitha bashkë. Pra do të them që varet se ku do të fokusohet dhe në kushtet e një shteti të vogël, që Shqipëria, në kushtet e një vonese, po them 35 vjeçare, në kushtet e një zhvillimi totalisht amorfe, ne ekonomia shqiptare është zhvilluar në mënyrë amorfe, pa një strategji të mirëfillt. Ne kemi pas strategjitë e momentit dhe ajo që është e keqe që kjo është tipike ndoshta shqiptare, ne na ndryshojnë strategjitë, jo ku ndryshon qeveria, por e ku ndryshon ministri brenda të njëjtës qeveri. Ka një ministër, vjen një ministër tjetër, e njëjta qeveri, i njëjti program, të ndryshojnë prioritetet. Kjo është për ta keq. Pra nuk kemi një vazhdimsi në mënyrë që të shohim kush është më e mira, kush është potenciali me çfarë mund konkurrojmë sot në ekonominë e tregut.